Unë kam filluar klasën e parë, kopshin, edhe klasën e parë, edhe të dytën. Mësusja në mëngjes, pyeste fëmijët, kush ka fol shqip sot? Edhe mendo tani një djalë 7 vjeçar ose 8 vjeçar, të jetë para një presioni të tillë, ulte kokën edhe ai hante vizoren kështu. Jo kështu vizoren, po e hante kështu vizoren. Kam bërë 3 klasë fillore greke, se filloi lufta italo-greke pastaj, edhe nuk pam shkollë me sy. Në ndaluan absolutisht shkollën në Shqipe, s'kishim shkollë Shqipe. Në ndaluan mbajtjen e flamurit. Edhe kështu që kjo punë vazhdoi pastaj. Vazhdoi derisa erdhi pragu i luftës në vitin 40. Në kohën kur ishim në shkollë, nuk u lejoheshim të flisim shqip në ambient, edhe për jashtë, në shkollës, edhe kështu, edhe në rrugë, po të na dëgjonin, për shembull arsimtarët që kishim, nuk na lejonin, edhe na qurtonin, na rrifnin, po të dëgjonin që të llafoseshim shqip. Në 1937, mbreti Zok i qovu ultimatum Gregut, të minoritarëve këtu në Shqipëri u e dha të drejtën zogu. Kurse në fshatin tim, në dha shkollën turkisht. Fshati im kishte shkollë, fillore edhe 7 vjeçare, që në atë kohë që ishim në atje. Vajzat dje në përgjithësi nuk shkonin në shkollë. Djemt që shkonin, e mbaronin ose mbaronin do të 7 vjeçare. Se për të vajtur në vend tjetër nuk të çonte njeri. Edhe kjo komplet greke, greqisht. Bile kishte edhe në ato që të bëheshin lloj-lloj presionesh që të mos vej edhe në shkollë para. Edhe po të kishte një djalë të mirë që mund të ecte përpara të mësonte. Me sa di unë, më i miri në fshatin tim, në një fshat 600 familje, më i miri se 4 klasë shkollë.